Hyrja në restorant i rëndonte, jo nga ushqimi, por nga ajo që ishte gati të shite. Mariana përshkoi sallën e restorantit me tabakan lart, duke shmangur kamarierët, buzëqeshjet e rreme dhe erën e gjalpit të tartufit që gjithmonë ia trazonte stomakun. 7 muaj 7 zën, kyçet e këmbëve të ënjtura. Përparsja i shtrëngoi pikërisht aty ku foshnja godiste fort, sikur ta paralajmëronte, diçka po vjen, mami. Dhe erdhi. Dyert e restorantit Shqiponia u hapën me atë ngadalësinë që kanë vetëm burrat që duan të shihen kur hyjnë. Kostum i zi me prerje italiane, këpucë që shkëlqenin më shumë se llambadari i tavanit dhe për krahu, një grua me fustan të kuq që dukej sikur ishte projektuar që askush të mos shite asgjë tjetër në gjithë sallën. Mariana e njohu përpara se t'i shite fytyrën. E njohu nga mënyra si ecte, nga mënyra si anonte kokën kur ndije i vëzhguar, nga ajo mënyrë si vendoste dorën në pjesën e poshtme të shpinës së atij që e shoqëronte, sikur të thoshte, kjo është imja. Ishte Arbër Nikola, ish burri i saj, burri që i kishte premtuar botën një natë dhjetori në një lokal në Tiranë dhe ja kishte marrë pjesë në heshtje, siç shmonton dikush një orë pa dëgjuar kur ingranazhet që bien. Para se të vazhdojmë, e dashur, nëse kjo histori tashmë ta ka shtrënguar zemrën, imagjino çfarë vjen. Lini një like në këtë video dhe abonohuni në kanal që të mos humbisni asnjë kapitull. Ka shumë histori që ju presin këtu. Mariana qëndroi pa lëvizur. 3 sekonda 4 sekonda. Pjata mezi i dridhej mbi tabaka, kremi i karavideshëm lëvizte në radhë të vegjël si një det i vogël i bllokuar. Nuk më pa. Nuk më pa. Nuk më pa. Por sigurisht që e pa. Arbëri bëri 2 hapa drejt tryezës që kapiteni i kishte caktuar më e mira e restorantit, pranë dritares së madhe që shite nga sheshi Nën Tereza. Dhe pastaj e ktheu kokën sikur diçka e kishte tërhequr nga qafa. Një magnet, një fantazm, një borxh. U ngurtësua, fjalë për fjalë, sikur dikush t'i kishte derdhur një kovë me ujë të ftohtë nga tavani. Buzëqeshja ju shpërb në mes të rrugës. Syt ju haqen aq shumë sa gruaja me të kuqe e vuri re. Çfarë ke? Pyeti Giulia duke rregulluar një kaçurel pas veshit me thonjë të përsosur, të kuq si fustani. Pendo një fantazm? Arbëri nuk u përgjigj. Mariana uli shikimin, vendosi pjatën në tryezën 7 me duar që tashmë nuk i bindeshin plotësisht. U buzëqeshi klientëve. Tha diçka për salcën e garniturës. Nuk e dinte se çfarë. Fjalët i dilnin vetë, ndërsa brenda saj gjithçka shkatërrohej si një mur i vjetër. Nga kuzhina, Xhallambi, 63 vjeç, duke lar enët, 18 prej tyre në Shqiponjë, nxori gjysmën e trupit nga dritarja e shërbimit. I kishte duart brenda dorezave të verdha dhe shkum deri në bërryla. Ajo fytyre të veshurit mirë, përshpëriti duke i ngushtuar syt si ai që shikon një telenovel pas zë, nuk është nga tretja e keqe, kjo është faji i pastër. Unë e njoh atë fytyrë, e kisha mikun tim, Skënderin, kur e kapi gruaja me fqinjen. Askush nuk e dëgjoi. Askush nuk e dëgjonte kur Xhallambin. Ati nuk i rëndonte kjo. Giulia ul e para, kryqëzoi këmbët, kontrolloi menun me atë shpejtësinë e dikujt që tashmë e di se çfarë do të porosis, por ka nevojë të bëjë sikur po e mendon. Arbëri qëndronte në këmbë. Ulu, i tha ajo pa ngritur kokën. Apo mendon të rish aty në këmbë gjithë natën? Ai ul, por sytë e tij nuk shkëputeshin nga Mariana, që tani shërbente tryezën 4 në anën tjetër të sallës, nga pas, me përparsen që nuk arrinte ta fshite barkun e 7 muajve. E nje atë, pyeti Giulia, këtë herë duke e parë drejt në sy. Jo. Giulia, jo. Ajo buzëqeshi. Jo me buzë, me dhëmbë, një buzëqeshje që dukej si një dry. Atëherë, pushosë shikuari sikur të detyron diçka. Në orën 9 të natës, restoranti ishte plot, çdo tryezë e zënë. Përshpëritja e bisedave përzihej me tingëllimën e gotave dhe muzikën e qetë që dilte nga altoparlant të padukshëm në tavan. Kuzhina ishte një kaos i kontrolluar zjarr, britma, tenxhere. Shefi bërtiste, komandonte, sikur të ishte një general në betejë. Mariana kishte 6 orë që qëndronte në këmbë. I dhimbte shpina sikur dikush t'i kishte futur një grusht pikërisht midis teve të shpatullave dhe nuk e kishte lëshuar. Por nuk u ankua. Nuk ishte ankuar për 7 muaj. Nuk do të ankohej.
Tani, kur kapiteni I caktoi tryezën 12, tryezën e tyre, ajo ndjeu se dy shema lëvizte poshtë saj. Mariana, 12 është jotja. 2 persona. Zotëria tashmë ka porositur shishen e verës Merlot të vitit 2015, I tha Raifi, kapiteni, pa e parë, duke kontrolluar tabletin e tij. Shishja kushton 8.000 lekë. Mos e derë. 8.000 lekë. Sa ajo fitonte për 2 javë. Mariana mori bllokun, eci. Çdo hap ishte një tërmet I vogël privat. Kur arriti te tryeza, ngriti shikimin me atë buzëqeshje profesionale që I kishte kushtuar muaj të tërë për soste. Ajo buzëqeshje që thot, jam mirë. Kur çdo gjë brenda bërtet se nuk është. Mirë mbrëma. A keni vendosur se çfarë do të porosisni? Gjulia e pa nga kokat e këmbët pa nxituar, si ai që kontrollon një mobilje që nuk I bin. Oh, ti e kamarierja, tha me një buzëqeshje që dukej dhe mshuri, por ishte helm. Nuk duhej të pushoje, e ëmbla ime. Them, në gjendjen tënde. Jam mirë, faleminderit. Mund t'ju marr porosin? E po, nuk e di. A mund të na shërbesh mirë, se seriozisht, zemër, të dukesh e lodhur dhe nuk dua që të bjerë diçka. Këpucët e arbrit janë nga Ferrara. A e di sa kushtojnë? Më shumë se paga jote e 3 muajve. Lehtë. Mariana nuk tha asgjë, shtrëngoi stilolapsin. Plastika ju kafshua në pëllëm. Arbëri shikonte gotën e tij të verës sikur të ishte gjëja më interesante në univers. Nuk ngriti syt, nuk hapi gojen, nuk tha, mjaft, Gjulia. Nuk tha, e njoh këtë grua. Nuk tha asgjë. Dhe ajo heshtje dhimbte më shumë se çdo fjalë, sepse Mariana e njihte atë heshtje, e kishte jetuar 1000 net. Ajo heshtje ishte arbëri duke thënë, nuk ekziston. Unë dua qengjin, tha Gjulia duke mbyllur menun me një goditje të thatë. Por pa salcën e mentes se më rëndon dhe mishi të jetë në pikën e duhur, hë? Herën e fundit që erdha në një vend si ky, më shërbyen mishin të gjallë. Çfarë mendojnë, se ky është treg? Mariana shënoi. Dora e sigurt, shkrimi I qartë. Dhe për ju, zotëri? Arbëri ngriti syt dhe për një sekond, gjysmë sekonde, Mariana pa diçka në to, diçka që I ngjante pendimit ose frikës, ose ndoshta ishte vetëm drita e llambadarit që I luante një shaka të keqe. Biftekun, tha ai. Gjysmë të pjekur. Menjëherë. Mariana u kthye, eci drejt kuzhinës, nuk vrapoi, nuk u pengua, nuk I ra asgjë. Arriti deri te dera e lëkundshme, e shtyu, hyri në kuzhinë dhe e mbështeti shpinën pas murit me pllaka të ftohta. Nuk qau. U kafshua në buzë, numëroi deri në 3. Buri dorën mbi bark. Foshnja lëvizi në bërryl të vogël që thoshte, jam këtu. Edhe unë, përshpëriti Mariana. Edhe unë jam këtu. Gjallambi, nga lavamani, e vëzhgoi pa thënë asgjë. Pastaj shikoi tavanin dhe foli me vete, si gjithmonë. Ajo vajza ka një histori. I shihet në sy. Unë di gjë për historitë, se kam 18 vjet në këtë kuzhinë dhe këtu kam parë gjithçka. Kam parë të qara, të dehura, unaza të hedhura dhe një herë pash një zotëri me mustaqe duke ndjekur një pëllumb që kishte hyrë nga dritarja. Por ajo fytyrë që ka Mariana, ajo nuk është çdo gjë. Askush nuk e dëgjoi. Gjallambit nuk I rëndonte. Kur Mariana u kthye me pjatat, Gjulia po retushonte buzëkuqin para një pasqyre të vogël dore, një buzëkuq nga OPI, ngjyrë qershi, nga ata që kushtonin sa ajo paguante qira mujore për dhomën e saj në njësinë 5 Maj. Vëre këtu, tha Gjulia pa e parë, duke treguar një hapësirë në tryezë me gishtin e vogël. Me kujdes, po, se kjo bluzë është Gucci. Mariana e vendosi pjatën në mënyrë të përsosur në qendër, pa asnjë dridhje. Atëherë Gjulia e pa drejt e në sy me ata sy që dukeshin si skaner. Hej, a mund të bëj një pyetje, tha. Se më vjen shumë kuriozitet. A nuk ke njeri që të ndihmon? Them, uli zërin sikur po ishte e mirë. Një foshnjë vetëm duke punuar si kamariere në Tiranë. Mos më keq kupto, nuk po të gjykoj, por po pyes veten se çfarë lloj burri e lë një grua në atë gjendje, pa asgjë. Dhe shikoj arbërin. Dhe arbëri shikoi pjatën e tij. Dhe Mariana e kuptoi me një qartësi që ja theu gjoksin se Gjulia e dinte.
Jo gjithçka, por dinte diçka, mjaftueshëm për ta shijuar. A keni nevojë për diçka tjetër? Pyeti Mariana. Jo, e ëmbla ime. Shko pushoj ato këmbë. Të duken shumë të ënjtura. Mariana tundi kokën. U largua. Në lavaman, gjallambi fërkonte një tenxhere bakri me furi të ri për të rirë. Në kohën time, i tha rubinetit të ujit të nxehtë, një gruaje që poshtëron një grua tjetër në publik, i thueshin disa gjëra. Tani i thon klas. E po, unë nuk e di çfarë klase është ajo. Klasa e poshtërsisë, po të më pyesnin mua. Por askush nuk më pyet mua. Në orën 11 të natës, kur restoranti filloi të zbrazej, Mariana mori bakshishin e tryezës 12. Një kartëmonedhë prej 5.000 lekësh, e palosur poshtë gotës së zbrazët. Dhe sipër kartëmonedhës, e shkruar me buzëkuqin e kuq të Xhulis mbi një pecet pëllure, për foshnjën. Zoti e ndihmoft. Mariana e shikoi pecetën, e lexoi 2 herë, e palosi ngadalë. Nuk e hodhi në kosh. Ajo do të kishte qenë gjëja dinitoze. E futi në xhepin e përparses, sepse Mariana dinte diçka që Xhulia nuk e dinte, diçka që as Arbëri nuk e mbante mend. Restoranti ku ajo lante enët në moshën 16 vjeç, ai që e kishte parë të qante nga uria dhe i ftoti një mëngjes janari, ai që i kishte mësuar se diniteti nuk ka çmim. Ai restorant, shqiponja e parë, ishte ndërtuar me parat e të atit. Zotëria Artan Brahimi, 185 milion lekë. Një hua që Arbër Nikola nuk e ktheu kurrë dhe prova e së cilës, sipas tij, nuk ekzistonte më. Ajo natë Mariana nuk fjeti. Jo për shkak të foshnjës, megjithse foshnja gjithashtu nuk e linte të flinte, me goditjet e tij ritmike, sikur po provonte një valle që askush nuk ja kishte mësuar. Jo, nuk fjeti sepse sa herë mbyllte syt, shihte këpucët Ferrara të Arbrit që shkëlqenin në dritën e llambadarit dhe shihte heshtjen e tij, atë heshtje frikacake dhe të llogaritur që thoshte më shumë se çdo fyrje. Dhoma ku jetonte Mariana ishte aq e vogël sa do të futej tëra në banjën e restorantit Shqiponja. Një apartament prej 30 metra shkatror në një lagje të vjetër në Tiranë, me mure që kishin lagështje të vjetër dhe një dritare që shikonte nga një obor i brendshëm ku gjithmonë kishte rroba të varura të dikujt tjetër. Paguante 5.200 lekë në muaj, gjysmën e pagës së saj 2 javore. Kishte një shtrat fush me një dyshek që fundosej në qendër si një buzëqeshje e trish, një tryezë plastike e bardhë, 2 karrige, një tifos në piedestal që bënte më shumë zhurmë se ajër dhe në mur, e mbërthyer me një gosht, një fotografi. Fotografia. Zotëria Artan Brahimi, babai i saj, 61 vjeç në atë kohë kur ishte bërë. Dita kur kishte inauguruar dyqanin e tij më të famshëm të ushqimit të shpejtë në Tiranë, Brahimi, me përparsen e veshur dhe një buzëqeshje që i dilte nga fytyra. Pas tij, tabela prej druri e pikturuar me dorë. Pran tij, Mariana 13 vjeç, duke mbajtur një pjatë me qofte sikur të ishte një trofe. Kjo ishte përpara Arbrit. Para çdo gjëje. Mariana u ul në buzë të shtratit, vuri duart mbi bark. Foshnja goditi përsëri. E di, i tha me zë të ulët. E di që ke uri. Më prit pak. U ngrit, ngrohu një gotë qumësht në mikroval që ja kishte dhuruar fqinja e katit të tretë, një zonja e quajtur zonja Vera, që kishte 6 mace dhe mendime për absolutisht çdo gjë. Dhe ndërsa mikrovala rrotulloi, Mariana shikoi foton e babait të saj dhe e la kujtesën të bënte atë që kujtesa bën gjithmonë kur nuk mund të flesh, të hapet si një plag e vjetër që nuk u mbyll kurrë mirë. Zotëria Artan Brahimi nuk ishte i pasur, por nuk ishte as i varfër. Ishte diçka më e rrallë se kaq. Ishte një njeri që kishte ndërtuar diçka me duart e veta dhe që e dinte saktësisht se sa vlente çdo lek. Dyqani filloi në vitin 1991 me një karrocë llamarine në një cep të qytetit. Zotëria Artan shiste pite dhe qofte për 3 lekë. Punonte nga 6 e mëngjesit deri në mesnatë. Gruaja e tij, Linda, nëna e Marianës, bënte salcat, një të kuqe, një jeshile dhe një me spec djegës që u bë legjend në lagje. Deri në vitin 2000, dyqani Brahimi kishte tashmë lokal të vetin. Deri në vitin 2008 kishte 3 degë. Deri në vitin 2012, zotëria Artan kishte kursyer lek për lek, pa kredi, pa ortak, pa rrugë të shkurtra. 185 milion lekë.
I kishte të shpërndara në 2 llogari bankare dhe një truall në një zonë të mirë të Tiranës që e kishte bler për çdo rast. Dhe pastaj erdhi Arbëri. Mariana ishte 21 vjeç kur e njohu. Ishte në panairin e librit në sheshin Skënderbej. Një e diel tetori. Ajo po kërkonte një roman të Ismail Kadares. Ai po kërkonte një vend për të karikuar telefonin. Më fal, I tha me atë buzëqeshje që dukej e ndërtuar në laborator. A e di nëse ka ndonjë prizë këtu? Ishte I pashëm. Këtë askush nuk mund ta mohonte. Kishte atë fytyrë aktorit të teatrit që nuk bëhet protagonist, por që gjithmonë shfaqet në posterat, sy të kaltër, nofull të përcaktuar dhe një mënyrë të foluri që bënte që çdo fjalë të tingëllonte sikur e kishte zgjedhur posaçërisht për ty. Mariana u dashurua për 3 javë. Baba I saj, nga ana tjetër, deshi 3 minuta për të mos I besuar. Ai djalosh I buzëqesh shumë, I tha zotëria Artan një natë ndërsa mbyllte dyqanin. Burrat që buzëqeshin kështu, është sepse fshehin diçka. Ah, babi, është I sjellshëm. I sjellshëm dhe I pacip nuk janë e njëjta gjë, bija ime, por I ngjajnë njëri tjetrit. U martuan një vit më vonë, dasmë civile në Tiranë. Zotëria Artan pagoi gjithçka, sallën, ushqimin, muzikantët dhe nuk tha asnjë fjalë. Linda, nëna e Marianës, kishte vdekur 2 vjet më parë nga një kancer që e kishte ngrënë për 6 muaj. Mariana mbajti një tufë me zambak në nder të saj, të njëjtat lule që nëna e saj vendoste në tryez çdo të diel. Arbëri kishte një plan. Gjithmonë kishte një plan. Donte të hapte një restorant të kuzhinës së lartë në qendër të Tiranës. Jo një dyqan ushqimi të shpejt, kjo është për turistët, thoshte ai, por një vend me mbulesa të bardha, listë verërash të importuara dhe një shef që kishte studiuar në Evropë. Problemi ishin paratë. Arbëri nuk kishte. Babi, I tha Mariana një natë dhjetori, ulur në kuzhinën e dyqanit me duar të mbështjella me një leckë sepse kishte ndihmuar në larjen e tavave. Arbëri ka një projekt. Ka nevojë për një hua. Sa? 185 milion. Zotëria Artan e la leckën. E pa ashtu siç mund të shikoj vetëm një baba një bij që është gati të bëjë një gabim nga I cili nuk do të mund të kthehet. Kjo është gjithçka që kam, Mariana. E di. Por është hua. Do ta kthej me kamat. Dhe nëse nuk e bën, do ta kthej, babi. Unë të premtoj. Zotëria Artan heshti për një kohë të gjallë. Ora e murit, një orë plastike në formë pule që Linda e kishte blerë në një treg në Korçë, tregonte 11:15 të natës. Do të bëj një kontratë, tha më në fund. Do ta regjistroj në një noteri dhe dua që Arbëri ta nënshkruaj para meje. Po, babi. Dhe dua të dish diçka, bija ime. Këtë nuk po e bëj për të, po e bëj për ty, sepse ti ma kërkon. Dhe nëse një ditë diçka shkon keq, dua që ta kujtosh se ta kam thënë. E nënshkruan kontratën një javë më vonë. Noteria numër 5 e Tiranës. Zotëria Artan dorëzoi çekun. Arbëri nënshkroi çdo flet me shkrim elegant dhe një buzëqeshje që zotëria Artan nuk ja ktheu kurrë. Restoranti I parë Shqiponia u hap në mars të vitit pasardhës. Qendra e Tiranës, 80 vende, shef italian I sjell nga Napoli. Listë verërash me 30 etiketa. Rezervimet u shtëruan muajin e parë. Ishte një sukses. Dhe me suksesin erdhi gjithçka tjetër. Restoranti I dytë u hap në një zonë tjetër të mirë të Tiranës, I treti në Durrës, I katërti në Prishtinë. Arbëri shfaqej në revista, e intervistonin në radio, e ftonin në forume si për marrjeje ku fliste për vizionin, për qëndrueshmërinë, për bastin për veten. Askush nuk përmendte zotëria Artanin. Askush nuk përmendte 185 milionët. Dhe Arbëri, pak nga pak, pushoi së përmenduri edhe ai. Kur do t'ja kthesh parat babait tim? E pyeti Mariana një natë, ulur në divanin e banesës që nuk ishte më 30 metra katror, por 200 në një lagje të mirë të Tiranës, me dysheme druri dhe një kuzhinë që ajo nuk e përdorte kurrë sepse Arbëri preferonte të hante jashtë. Ja kam kthyer, tha ai pa ngritur syt nga telefoni. Jo, Arbër, nuk ja ke kthyer. Ja kam kthyer. Kontrollo me të. Kontrollova. Thot se nuk ka marr asgjë. Arbëri pshertiu.
Ajo pëshërtim që nënkuptonte, po më mërzit me gjëra që nuk kanë rëndësi. Baba yt është plakur, Mariana. Ndonjëherë ngatërohet. Zotëria Artan Brahimi nuk ngatërohej. Kishte çdo lek të shënuar në një fletore me kapak të fortë që e mbante në sirtarin e komodinës. E dinte saktësisht se sa I detyroheshin dhe e dinte, megjithse nuk e thoshte, se Arbër Nikola nuk kishte asnjë ndërmend të paguante. Pastaj erdhi divorci. I shpejt, kirurgjikal, si një operacion I bërë me bisturi të artë. Arbëri punësoi zyren më të mirë të avokatëve në qytet. Mariana nuk pati avokat, nuk mundi ta paguante dhe kur kërkoi që huaja e të atit të njihej në ndarjen e pasurisë, Arbëri paraqiti një argument të thjeshtë. Nuk ekziston asnjë kontratë. Nuk ka asnjë regjistrim. Parat ishin një dhuratë. Ishte hua, tha Mariana. Ka një kontratë notariale. Tregoje. Dhe Mariana nuk mundi, sepse kopja që kishin në shtëpi ishte zhdukur. Dhe kur shkoi të kërkonte të atin për t'i marrë të tijen, zotëria Artan ishte tashmë në spital. Infarkt. Masiv. Një natë të enjte, ndërsa mbyllte dyqanin, zemra e zotëria Artan vendosi se kishte mjaftueshëm, sikur pesha e tradhtisë t'i kishte thyer diçka brenda që mjekët nuk mund ta rregullonin. Vdiq 3 ditë më vonë në një shtrat spitali me Marianën duke I mbajtur dorën dhe një infermiere duke I ndëruar serumin. Fjalët e tij të fundit ishin: kontrata është e sigurt, bija ime. Pyete Lulietën. Mariana nuk e kuptoi. Lulieta? Kush ishte Lulieta? Por zotëria Artan I kishte mbyllur tashmë syt dhe me të ishte larguar edhe përgjigja. Ose kështu besoi Mariana për 3 vitet e ardhshme. 3 vjet. 3 vjet duke fjetur në dhoma të huazuara. 3 vjet punë me orë. 3 vjet duke ecur në përqendrën e Tiranës dhe duke parë restorantet shqiponja me mbulesat e tyre të bardha dhe klientët e lumtur. Dhe duke ditur se çdo tull, çdo got, çdo pirun ishte paguar me djersën e një njeriu që shiste pite dhe qofte për 3 lekë. Dhe tani ishte atje, shtatzën nga një burr që nuk ishte më, një muzikant që kaloi në jetën e saj si kalon një këngë në radio e bukur, e shkurtër, dhe pastaj heshtje, duke punuar si kamariere në të njëjtin restorant që babai I saj financoi, duke shërbyer qenj dhe verë prej 8.000 lekësh burrit që I kishte vjedhur gjithçka. Mikrovala ra. Qumështi ishte gati. Mariana e mori me të 2 duart, u ul përsëri në shtrat. Foshnja u qetësua, sikur qumështi I ngrohtë t'i arrinte me osmozë. Dhe atëherë Mariana bëri diçka që nuk e kishte bërë prej kohësh. Nxori pecetën nga xhepi I përparses, e shpalosi, e lexoi përsëri fjalët e shkruara me buzë kuq të kuq, për foshnjën. Zoti e ndihmoft. Dhe për herë të parë në 3 vjet, Mariana nuk ndjeu trishtim. Ndjeu zemërim. Një zemërim të pastër, të thellë, që I linte në të njëjtin vend ku foshnja godiste. Një zemërim që nuk bërtiste, nuk qante, qëndronte I qetë si uji I një lumi përpara se të thyej diga. Lulieta, tha me zë të lartë, duke parë foton e babait të saj. Kush është Lulieta, babi? Fotografia nuk u përgjigj, por foshnja goditi fort, sikur të thoshte, kërko. Të nesërmen në mëngjes, Maria. Na erdhi në restorant në orën 10. Turni I përgatitjes, tryezat pa mbulesa, karriget përmbys, era e klorit dhe e bukës së pjekur rishtas që vinte nga kuzhina. Dhe në kuzhinë, si çdo mëngjes, prej 30 vjetësh, ishte ajo. Lulieta Brahimi, 65 vjeçe, shefe ekzekutive. Gruaja që kishte projektuar çdo pjatë të shqiponjes, nga kremi I karavidheshëm deri te ëmbëlsira me ftua dhe raki që dilte në të gjitha revistat. E vogël, e gjerë, me duar që dukeshin prej guri dhe një përparse që nuk ishte kur e pastër. Mariana e kishte parë qindra herë, e kishte përshëndetur çdo mëngjes, por kur në 3 vjet nuk e kishte lidhur emrin. Lulieta. Pyete Lulietën. Ju afruan ngadalë. Lulieta po kontrollonte një tenxhere me lëng mishi, duke zhytur një lugë me përqendrimin e një kirurgu. Mirëmëngjes, Lulieta. Mirëmëngjes, krijes. A ke ngrënë mëngjes? Po. Gënjeshtare. Do të bëj disa vezë me rigon. Ul. Mariana u ul. Lulieta I vuri përpara një pjatë me 2 vezë të fërguara, fasule, një copë bukë misri dhe një kafe me qumësht që kish erë kanele. Gjithçka në më pak se 3 minuta, sikur ta kishte pasur gati.
Lulieta, tha Mariana me zërin më të fortë që mundi. Babi im, para se të vdiste, më tha diçka. Më tha, pyete Lulietën. Lulieta e la lugën, fshiu duart në përparse dhe e pa. E pa ashtu si shikojnë vetëm gratë që kanë jetuar 65 vjet, me një përzierje butësie dhe egërsie që nuk të zë në një shprehje të vetme. E vonove, bia ime, tha. E vonove. Lulieta nuk foli me njëherë. I derdi vetes një kafe, i vuri 2 lugë sheqer, e përziu ngadalë me atë ritmin e dikujt që e di se gjërat e rëndësishme nuk thuhen me nxitim. Mariana e shikonte me pirun të pezulluar mbi vezët që ftoheshin. Zemra i rrite në fyt. Unë dhe babajut u njohëm në vitin 1989, tha Lulieta pa ngritur syt nga gota. Unë kisha një tezgë me byrek në tregun e Tiranës. Ai kishte karrocën e tij të piteve 2 rrugë larg. Shihnim njëri tjetrin çdo mëngjes në orën 5, kur të dy vinim të përgatitnim gjithçka përpara se të hapej tregu. Bëri një pushim. Mori një gëllenik. Ishte një burr serioz. Babajut nuk fliste shumë. Por kur fliste, çdo fjalë peshonte sikur i matej përpara se t'i lëshonte. Më kujtohet se një ditë më tha, Lulieta, ditën që unë të kem një restorant të vërtet, ti do të jesh kuzhinierja ime. Dhe unë qesha. I thash, Artan, ti shet pite në një karrocë dhe unë byrek në një kohë. Për çfarë restoranti më flet? Lulieta buzëqeshi. Një buzëqeshje që i mbeti për gjysmë, si lulet që çelin natën dhe nuk mbarojnë së çeluri. Por e mbajti fjalën. Kur hapi Ibrahimin, më thiri dhe unë shkova. Dhe kur burri yt, më fal, ish burri yt, i kërkoi parat për të hapur shqiponjen, babai yt erdhi të më takonte këtu në këtë kuzhinë. Më tha, Lulieta, do të bëj një marrëzi për bien time, por nëse diçka shkon keq, kam nevojë që dikush ta di të vërtetën. Mariana e la pirunin. Çfarë të vërtetë? Kontrata, tha Lulieta, duke ulur zërin sikur muret e kuzhinës të kishin vesh. Kopja notariale. Babai yt ma dha mua. Ma dha mua, jo ty, sepse e dinte se Arbëri do të kontrollonte deri në sirtar. Më tha, mbaje. Nëse një ditë Mariana ka nevojë për të, jepja. Por vetëm nëse ajo vjen ta kërkoj. Mariana ndjeu se ajri i ngeci diku midis mushkërive dhe gojës. E keni akoma? Lulieta e pa drejt e në sy. 65 vjet të përqendruara në 2 sy të errët që nuk pulsonin. Bia ime, unë kam 30 vjet që ruaj sekrete në këtë kuzhinë. Kam ruajtur receta që nuk i kam dhënë as pronarit të restorantit. Kam ruajtur histori kamarierësh, kuzhinierësh dhe klientësh që, po t'i tregoja, do të më bënin të pasur ose do të më bënin të vdekur. A mendon se nuk do të ruaja një copë letre? Unë ngrit, eci drejt fundit të kuzhinës, kaloi dhomat e ftohta, kaloi depon e thatë dhe hapi një derë që Mariana nuk e kishte parë kur të hapur, një dhomës pa dritare ku Lulieta mbante gjërat e saj personale, një triko, disa pantofla, një çantë pëllure me lule të qëndisura dhe një kuti llamarine që dikur kishte pasur biskota të importuara. Hapi kutin. Poshtë disa fotografive të vjetra, një ruzare druri dhe një faturë telefoni të vitit 2014, nxori një zarf ngjyrë kafe të zverdhur, të vulosur me shirit ngjitës. Ja ku është, tha, duke e vendosur mbi tryez sikur të vendoste një pjatë të nxehtë. Kontrata origjinale e regjistruar në noterinë numër 5 të Tiranës, me nënshkrimin e Arbër Nikolës, nënshkrimin e babait tënd dhe vulën e noterit. Kopje e vërtetuar. Mariana e mori zarfin. Duart i dridheshin. Jo nga frika, por nga diçka më e madhe se frika. Por kjo nuk është gjithçka, tha Lulieta. Babai yt më la edhe diçka tjetër. Një telefon nga ata të vjetrit që hapen si guask. Më tha, aty kam mesazhe të ruajtura, zëra, gjëra që një ditë do të kenë rëndësi. Unë e ruajta. I ndërova baterin 2 vjet më parë sepse po vdiste. E karikoj çdo 6 muaj që të mos fiket. Lulieta u kthye përsëri te kutia e biskotave dhe nxori një telefon celular Nokia, ngjyrë argjendi, madhësia e një kuverte letrash, me ekran të vogël të gjelbër dhe butona gome që askush nuk i prodhonte më. Nuk e kam hapur kurrë, tha. Është hyti. Mariana e mori telefonin, e ndez. Ekrani deshi 4 sekonda për t'u ndriçuar, një përjetësi e gjelbër dhe pixelike.
Kishte mesazhe zanore të ruajtura. 17. Por këtë do ta zbulonte më vonë, sepse në atë moment dera e kuzhinës u hap me forcë dhe hyri Raifi, kapiteni, me fytyrën ngjyrë cimentoje. Mariana, në zyrë. Avokati do të flas me ty. Avokati Artur Hoxha ishte lloji i burrit që vesh kostum edhe për të shkuar në dyqan ushqimor. Flok të lyrë me gjel, kravat blu me një ny aq të përsosur sa dukej e bërë nga një makinë. Orë rolet prej qeliku dhe ari në kyçin e dorës së majt, qindra mira lek, lehtë dhe syze me kornizë briri që i jepnin një ajër profesori universiteti që paguaj për orë dhe paguaj shtrenjtë. Ishte avokati i arbrit, i njëjti që kishte menaxhuar divorcin, i njëjti që kishte thënë në seancë, nuk ekziston asnjë kontratë. Kapitali ishte një dhuratë vullnetare e zotërisë Brahimi. Ishte ulur në zyrën e menaxherit të përgjithshëm të Shqiponjës, një dhomë me mure druri të errët, një foto të arbrit duke prerë shiritin e inaugurimit dhe një tryez që kushtonte më shumë se banesa e Marianës. Ulu, të lutem, tha Hoxha, duke treguar karrigen përballë tryezës sikur të ishte e tija, sikur gjithçka të ishte e tija. Mariana u ul, duart mbi bark, zarfi kafe në xhepin e përparses, i palosur për gjysmë. Lulieta i kishte thënë përpara se të dilte nga kuzhina, mos e trego. Ende jo. Lëri ata të flasin së pari. Gjithmonë lëri ata të flasin së pari. Shiko, Mariana, filloi Hoxha, duke bashkuar majat e gishtave si një zuzar filmi. Do të jem i drejt për drejt me ty, sepse më dukesh një grua e zgjuar. Zotëria Nikola është i shqetësuar. I shqetësuar për çfarë? Për ty, për situatën tënde. Ai e kupton që po kalon një moment të vështirë, shtatzënia, puna, vetmia. Dhe dëshiron të ndihmoj. Të më ndihmoj? Po. Dëshiron të ofroj një shumë. 200.000 lekë në dorë sot, në këmbim të nënshkrimit të një marrëveshjeje konfidencialiteti dhe largimit nga puna në çdo lokal të lidhur me markën Shqiponia. Mariana e pa. Nuk tha asgjë. Priti. Është një ofertë bujare, vazhdoi Hoxha, duke rregulluar syzet. Shumë bujare, duke marrë parasysh se nuk ke asnjë lidhje ligjore me kompaninë. Nuk je ortake, nuk je kreditore, je një punonjëse. Dhe si punonjëse, kontrata jote mund të zgjidhet në çdo moment sipas. Jo. Fjala doli e pastër, pa britm, pa dridhje, si një gur që bie në ujë. Hoxha pulsoi. Më fal? Thash jo. Nuk do të nënshkruaj asgjë. Nuk do të largohem. Dhe nuk do të pranoj 200.000 lekë. Mariana mendoi se nuk e kupton. E kuptoj shumë mirë, avokat. Arbëri do që unë të zhdukem. Të iki në heshtje. Që askush të mos pyes pse kamarierja shtatzëne e Shqiponjës ka të njëjtin mbiemër si njeriu që themeloi dyqanin më të famshëm të Tiranës, apo jo. Heshtje. Hoxha e pa përmes syzeve dhe për herë të parë në bisedë, diçka ndryshoi në fytyrën e tij. Nuk ishte frikë. Burrat si Hoxha nuk kanë frikë. Ishte llogaritje. Si një shahis që kupton se pjesa që mendonte se ishte ushtar, sapo kishte lëvizur si mbretëresh. Mbiemri Ibrahimi nuk ka asnjë lidhje me markën Shqiponia, tha duke matur çdo rrokje. Kjo u vendos në procesin e divorcit. U vendos sepse ju thatë se kontrata nuk ekziston. Dhe nëse ekziston, një heshtje tjetër, më e gjatë. Ora e murit bënte tik tik tik. Apo thua se ke një kontratë? Mariana u ngrit ngadalë, me atë ngadalësinë që kanë gratë shtatzëna kur duan që çdo lëvizje të thotë diçka. Po them që nuk do të nënshkruaj asgjë. Dhe mund t'i thuash arbrit se nëse do të flas me mua, le të vi vetë. Të mos dërgoj ndërmjetës. Doli nga zyra, e mbylli derën pa e përplasur, eci nëpër korridor, hyri në kuzhinë dhe aty, pranë lavamanit, xhallambi e priste me krah të kryqëzuar. Dorezat e verdha duke pikuar shkum dhe një shprehje të dikujt që sapo kishte dëshmuar aktin e tretë të një telenovele. Unë nuk dëgjova asgjë, tha duke ngritur duar. Por muret e kësaj kuzhine janë prej letre, vajz, prej letre. Dhe ajo që sapo nuk dëgjova ishte gjëja më e bukur që nuk kam dëgjuar në 18 vjet këtu. Lulieta nga soba nuk tha asgjë, vetëm e përzjeu tenxheren, por buzëqeshte me buzë të shtrënguara dhe sy që shkëlqenin si të një mace që e di ku ndodhet miu.
Atë pas dite në orën 3, kur Mariana po vendoste takëmet në tryezën 9, hyri Arbëri vetëm. Pa Gjulia. Arbëri hyri brenda, pa Gjulian. Pa avokatin Hoxha. Pa kostumin e zi. Kishte veshur një këmishë të bardhë, gjinse të errëta dhe një palë këpucë Gucci që bënin një zhurmë të lehtë kundër mermerit të dyshemes, tak, 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 si tiktaku i një bombe. U ndal përpara saj në një distancë prej 1 metri. Mjaftueshëm afër që Mariana të nuhaste koloninë e tij, Chanel bleu, e njëjta që përdorte kur ishin të martuar, e njëjta që ajo i kishte dhuruar në përvjetorin e parë me paratë e pagës së saj 2 javore në Brahimi. Duhet të flasim, tha ai. Jam duke punuar. 5 minuta. Jo, Arbër. Mariana. Herën e fundit që më the duhet të flasim, ishte për të më thënë se nuk më doje më dhe që të dilja nga banesa me atë që më futej në një valigje. Kështu që më fal, por fraza nuk më ngjall shumë besim. Ai mbylli syt, kaloi dorën mbi fytyrë dhe kur i hapi, Mariana pa diçka që nuk e priste. Lodhje. Jo lodhja e një nate të keqe, lodhja e një njeriu që prej vitesh mbante diçka dhe pesha tashmë po ja thyente shpatulla. Çfarë i thashe Hoxhës? Pyeti ai. Jo. Jo çfarë? Jo gjithçkaje. Që nuk i ki, që nuk nënshkruaj, që nuk zhdukem. Arbëri uli zërin, u afrua gjysmë hapi. Mariana, mos e bëj këtë. Nuk e di se në çfarë po futesh. Unë kam ka gjëra që ti nuk i kupton. Njerëz, kontrata, investitor. Nëse kjo ndërlikohet, nuk do të jetë mirë për askën. As për ty, as për shikoj barkun e saj, as për të. Mariana nuk u tërhoq. Mos më kërcëno, Arbër. Nuk po të kërcënoj, po të paralajmëroj. Është e njëjta gjë, vetëm se frikacakët ja ndryshojnë emrin. U pan për 3 sekonda që zgjatën një jetë. Dhe atëherë Mariana bëri diçka që Arbëri nuk e priste, që askush në atë restorant nuk e priste. Vuri dorën mbi dorën e tij, e shtrëngoi, një gjest aq i shkurtër sa mund të mos kishte ekzistuar. Do të paguash atë që detyrohesh, i tha pothuajse në një përshpëritje, jo sepse unë dua hakmarrje, por sepse babai im vdiq duke pritur që ti të ishe burri që premtove të ishe. Dhe gjëja më e vogël që i detyrohesh nuk janë parat, por e vërteta. Ja lëshoi dorën, u kthye te takëmet. Arbëri mbeti aty në këmbë, në mes të restorantit të zbrazët, me dorën që ajo kishte prekur të varur në njërin anë sikur të peshonte 10 kilogram. Nga dritarja e kuzhinës, gjall lambi përshpëriti, kjo, zonja dhe zotërinj, është ajo që quhet shah. Jo madh, shah, sepse akoma mungon pjesa më e mirë. Dhe kishte të drejtë. Mungon të shumë. Sepse atë natë, kur Mariana mbërriti në dhomën e saj dhe ndezi Nokian e vjetër të babait të saj, zbuloi se midis 17 mesazheve zanore nuk kishte vetëm fjalë dashurie, nuk kishte vetëm receta të diktuara në mesnatë, nuk kishte vetëm zërin e ngjirur të zotëria Artan duke thënë natën e mirë, bija ime. Kishte një mesazh numër 14. I regjistruar pa dashje. Një mesazh ku dëgjoheshin 2 zëra. Zëri i Arbrit dhe zëri i një gruaje që nuk ishte Mariana. Dhe ajo që thoshin në atë mesazh do të ndryshonte gjithçka. Mesazhi numër 14 zgjaste 3 minuta e 42 sekonda dhe çdo sekond ishte një bombë. Mariana e dëgjoi ulur në shtrat me Nokian të ngjitur në vesh dhe frymën e mbajtur sikur ajri të mund të fshinte zërat. Regjistrimi kishte zhurmë sfondi, pjata, muzikë të largët, përshpëritjen e një vendi me njerëz, por zërat ishin të qartë, kristalor, të pamohueshëm. Zëri i parë ishte i Arbrit. Mariana do ta njihte edhe nën ujë. Mos u bëj qesharake, Gjulia. Sigurisht që nuk do t'ja paguaj. Për çfarë? Plaku tashmë nënshkroi, parat janë në llogarinë time dhe kontrata nuk ekziston më. Zëri i dytë ishte i një gruaje dhe nuk ishte çdo grua. Si nuk ekziston më? E shkatërrove? Nuk isha aq budalla. E nxora nga shtëpia përpara se Mariana të dyshonte. Është në kasafortën e zyrës së Hoxhës, por zyrtarisht ajo letër nuk ka ekzistuar kurrë. Noteri është tërhequr tashmë. Regjistrimet e asaj kohe janë në një bodrum, plot lagështi. Askush nuk do të shkojë të kërkojë gjë. Dhe nëse ajo pyet, Mariana nuk di as të lexojë një kontratë. Është bi e një shitësi pite, Gjulia.
Mendon se bota funksionon me shtrëngime duarsh dhe premtime. Do t'i jap një banesë të vogël, pensionin minimal dhe për 6 muaj as nuk do të kujtohet më. Heshtje. Dhe pastaj zëri i Xhulis, sepse ishte Xhulia, Mariana nuk kishte më dyshim, duke thënë diçka që ja ngriu gjakun. E gjora. Seriozisht, Arbër, grua e gjorë. Por mirë, 185 milionët nuk do të kthehen vetë, apo jo? Dhe të dy qeshën. Qeshën. Mariana e fiku Nokian, e vuri mbi tryez, mbeti duke parë murin, atë mur të njollosur nga lagështia që dukej si harta e një vendi që nuk ekziston. Dhe nuk lëvizi për një kohë të gjatë. Nuk qau. I kishte shpenzuar tashmë të gjitha lotët që kishte për Arbër Nikollën. Ajo që ndjente tani ishte diçka tjetër, diçka më e ftohtë, më e saktë, si buza e një thike që dikush sapo e mprehu në heshtje. Foshnja goditi. E di, tha Mariana. E di. Të nesërmen në mëngjes, Mariana erdhi në Shqiponjën në orën 9, një orë përpara turnit të saj. Lulieta ishte tashmë në kuzhinë si gjithmonë, me përparsen e veshur dhe duart e zhytura në një brumë, që punonte me një forcë që mohonte 65 vjetët e saj. Kam nevojë të dëgjoni diçka, tha Mariana, duke e vendosur Nokian mbi tryezën e çelikut. Lulieta fshiu duart, u thau me një leckë, vuri syzet që i mbante të varura në qafë me një kordh dhe dëgjoi 3 minuta e 42 sekonda heshtje absolute në kuzhinë. As tifozi i ajrit nuk guxoi të bënte zhurmë. Kur mbaroi, Lulieta i hoqi syzet, i palosi, i vuri mbi tryezë me kujdesin e dikujt që vendos një armë. Bitë nënës së tyre, tha pa bërtitur, pa ngritur zërin, me atë qetësinë e tmerrshme të grave që kanë parë botën të shkatërohet dhe dinë saktësisht si ta rindërtojnë. Bitë nënës së tyre të shenjtë. Çfarë bëj? Pyeti Mariana. Çfarë bën? Çfarë bën më pyet mua? Lulieta e pa sikur pyetja të ishte një fyerje. Ke kontratën notariale. Ke një regjistrim ku ai idiot rrëfen gjithçka. Dhe më pyet mua, çfarë bëj? Por unë nuk di për ligje, Lulieta. Nuk kam para për një avokat. Nuk kam. Ke diçka që vlen më shumë se një avokat, bia ime. Ke të vërtetën. Dhe e vërteta është e vetmja gjë në këtë botë që parat nuk mund ta blejnë. E po thuaj se kur. Ndonjëherë po, por jo në këtë rast, apo jo. Nëse e bëjmë mirë. Xhallambi, që fërkonte një tenxhere në fund, ngriti kokën. E bëjmë në shumës? Unë jam përfshirë në këtë e bëjmë? Ti hesht dhe fërko, tha Lulieta. Unë vetëm po pyesja, se nëse jam përfshirë, dua që të konstatohet se tenxheria ime prej bakri nuk ka të bëjë me këtë çështje. Mua më paguajnë për të larë enët, jo për të përmbysur milioner. Por nëse duhet të përmbyset një, unë jam gati. Gjithsesi, më kam mbetur pak për pension dhe dua të iki me një histori të mirë. Mariana buzëqeshi. Për herë të parë pas shumë kohësh. Buzëqeshi me të vërtetë. Një buzëqeshje e vogël, e shtrembër, që iku pa leje. Unë njoh dik, tha Lulieta, duke u kthyer përsëri te brumi, sikur biseda për të shkatëruar një perandori restorantesh të ishte vetëm një intermed midis miellit dhe gjalpit. Një djalë, avokat, biri një shoqeje të mirë të tregut. Quhet Fatos Dervishi. Nuk ka shumë përvojë, por ka diçka që avokatët e shtrenjtë të Arbrit nuk e kanë. Çfarë? Uri dhe ndershmëri, që është një kombinim i rrezikshëm. Fatos Dervishi ishte 28 vjeç, me një diplomë të sapo marrë dhe akoma me erboje, një zyrë prej 12 metrash katror në Tiranë që ndante me një kontabilist dhe një bimë plastike, dhe një vendosmëri që i shkëlqente në sy, si një zjarr i vogël që askush nuk e kishte shuar dot. Ishte i gjatë, i dobët, me syze të rumbullakta dhe flokë të çrregull të dikujt që zgjohet duke menduar për kodet civile. Përdorte këmisha që i rudhoseshin para mesditës dhe një çantë lëkure sintetike që po rrihej në skajet. Por kur fliste për të drejtën, diçka ndryshonte, zëri i ngurtësohej, syt i mpreheshin, shndërrohej në një person tjetër. Mariana e vizitoi atë pas ditën e njëjtë, pas turnit të saj. Zyra kishte erë kafeje të djegur dhe ajër të freskët me aromë pishe. Në mur kishte një diplomë të kornizuar dhe një foto të kombëtares shqiptare të futbollit. U luni, tha Fatosi, duke hequr një pirë dosjesh nga karrigia e vetme e lirë. Lulieta më thiri, më tregoj bazat, por kam nevojë që ju të më tregoni gjithçka nga fillimi, pa lënë asgjë.
Mariana i tregoi gjithçka. Nga karroca e piteve në Tiranë deri te peceta me buzë kuq të kuq në restoran. Fatosi mbante shënime në një fletore spirale me shkrim të vogël dhe të shtrënguar, sikur çdo fjalë të ishte provë. Kur Mariana mbaroi, Fatosi u mbështet në karrigen e tij që kërciti sikur do të thyej dhe heshti për një moment. Mund ta shoh kontratën? Mariana i dha zarfin kafe. Fatosi e hapi me kujdes, nxori dokumentin, e lexoi ngadalë, i ktheu fletët një nga një, duke u ndalur në çdo klauzol, në çdo nënshkrim, në çdo vul. Kjo është e vlefshme, tha më në fund, me zërin e dikujt që sapo kishte gjetur ar në një sirtar me rroba të vjetra. Kopje e vërtetuar. Vul notariale. Nënshkrimi i noterit publik. Nënshkrimet e të dy palëve, data, shuma, kushtet e pagesës. Gjithçka shërben. Shërben dhe shumë. Por ka një problem. Cili? Arbëri do të thotë se është e rreme. Do të thotë se nënshkrimi nuk është i tij. Do të punësoj ekspert grafik. Do të thotë se noteri ishte i çmendur ose i korruptuar. Do të lëviz qiell e tokë për të pavlefshëm këtë dokument. Dhe ka burimet për ta bërë. Mariana nxori Nokian. Dhe nëse do të kisha edhe këtë? Fatosi dëgjoi regjistrimin. E dëgjoi 2 herë, herën e dytë me sy të mbyllur dhe nofullën e shtrënguar. Zoti i madh, tha. Në këtë regjistrim, Arbër Nikola rrëfen 3 gjëra, se mori huan, se fsheu kontratën origjinale dhe se kishte ndërmend të mos paguante. Në terma ligjor, kjo është mashtrim patrimonial, fshehje provash dhe simulim aktesh juridike. Është e mjaftueshme. Është më shumë se e mjaftueshme. Është një bombë bërthamore. Por duhet të jemi të zgjuar. Nëse i themi për para kohe, ai do të shkatërrojë gjithçka që mundet. Do të lëviz para. Do të fsheh asete. Do të blindohet siç di të bëj. Na duhet që ai të mos di se çfarë kemi derisa të jetë shumë vonë për të reaguar. Mariana tundi kokën. Sa më men. Avokat? Fatosi e pa. Pa barkun e saj, pa këpucët e konsumuara, pa duart e plasaritura nga larja e enëve dhe mbajtja e tabakave. Lulieta më tha se ju jeni bia e zotëria Artan Brahimit, të Brahimit, pitet më të mira në Tiranë. Po. Nëna ime më çonte atje çdo të diel. Ishin të vetmet pite që i pëlqenin. Thoshte se salca e specit djegës të gruas së tij ishte më e mira në qytet. Ishte. Nuk do t'ju marr para, zonja. Derisa të fitojmë. Dhe ne do të fitojmë. Por Arbëri nuk ishte i qetë. Atë natë, ndërsa Mariana flinte për herë të parë pas javësh me diçka që i ngjante shpresës, Arbër Nikola ishte ulur në penthosejin e tij. 300 metra katror, pamje panoramike, tarac me jacuzzi, vepër arti origjinale në salon që vlente 16 milion lekë. Po bënte thirrje. Hoxha, dëgjo mirë. Ajo grua e refuzoi ofertën. Nuk i pranoi 200.000 lekë. Dhe tha diçka që nuk më pëlqeu. Diçka për një kontratë. Në anën tjetër të linjës, avokati Hoxha mori një glënik nga whisky i tij dhe u përgjigj me qetësi. Nuk mund të ketë asgjë, Arbër. Kontrata origjinale është në kasafortën time. Kopja e noterit humbi në përmbytjen e vitit 2017 kur u dëmtua arkivi. Çfarë do të tregoj? Një pecet? Nuk e di. Por ti e njeh Marianën. Është këmbëngulse. Dhe baba i saj ishte më keq. Baba i saj ka vdekur, Hoxha. Të vdekurit ndonjëherë flasin më fort se të gjallët. Heshtje në linjë. Dua që ta pushonin nga puna në restorant, tha Arbëri. Nesër. Shpik diçka. Ristrukturim personeli, shkurtim buxheti, çfarë të duash. Nuk e dua atje. Dhe Hoxha zbulo me kë ka folur. Me kë shoqërohet, nëse ka miq, familje, dik që po e ndihmon. Dua të di gjithçka. Arbër është një kamariere shtatzën. Nuk është kërcënim. Të njëjtën gjë thash edhe për babain e saj. Dhe shiko çfarë ndodhi. Mbylli telefonin. I derdhi vetes një raki. U ul përballë dritares së madhe. Dritat e Tiranës shkëlqenin poshtë si 1 milion yje të rrëzuar.
Dhe Arber Nikola, njeriu që kishte 14 restorante, një penthose dhe një të dashur që përdorte OPI, nuk mundi të shmangte një ndjenjë që nuk e kishte ndjerë prej kohësh. Frika. Një frikë që i linte në stomak dhe i ngjitej në fyt si urti i një ushqimi që nuk duhet ta kishte ngrënë. Një frikë që kishte emër dhe mbiemër dhe 7 muaj 7 zëni, dhe disa sy që e kishin parë atë pasdite sikur të thoshin: "Unë e di kush je në të vërtetë." Dhe në Tiranë, në një dhomë prej 30 metrash katror, me mure të lagura dhe një tifos që nuk punonte, Mariana flinte me dorën mbi barkë dhe Nokian e vjetër duke u karikuar në prizën e vetme në mur dhe foshnja godiste në ëndër sikur e dinte se diçka ishte gati të fillonte. Të nesërmen në mëngjes, në orën 10, Raifi, kapiteni, thiri Marianën në zyrë. Kishte fytyrën e një njeriu që po bën diçka që nuk dëshiron ta bëj, por nuk ka guximin të refuzoj. "Mariana, më vjen keq. Ka një ristrukturim. Puna jote eliminohet. Sot është dita jote e fundit." Mariana e pa, jo me habi. E priste. Fatosi e kishte paralajmëruar. Do të lëvizin 2 shemen. Është gjëja e parë që bëjnë. Kush e dha urdhërin? Drejtoria e përgjithshme. Arbëri. Raifi nuk u përgjigj, por sytë e tij thanë gjithçka. Mariana tundi kokën, hoqi përparsen, e palosi me kujdes, e la mbi tryez dhe doli nga zyra me të njëjtën qetësi me të cilën kishte dalë nga të gjitha zyrat ku i kishin marrë diçka. Pa bërtitur, pa qarë. Pa u dhënë kënaqësinë ta shihnin të thyrë. Në kuzhinë, Lulieta e priste me një qese pëllhure. Brenda kishte një enë me supë me petë, një tjetër me oriz me banane të pjekura, 2 copë bukë misri të mbështjella me letër alumini dhe një copë letër të palosur me një numër telefoni. "Është e mbesës sime," tha Lulieta. "Ka një tezgë me ushqim të gatuar në Tiranë. Nuk është elegante, por paguan mirë dhe nuk do të pushojnë sepse je 7 zën. Shko nesër në orën 8. Lulieta, unë nuk mund." "Nuk mund çfarë?" "Të hash, të punosh, të luftosh. Ti mund gjithçka, bia ime. Po të mos mundje, nuk do të ishe këtu. Babai yt nuk rriti një grua që nuk mund." Mariana mori qesen, shtrëngoi dorën e Lulietës, nuk tha faleminderit, sepse midis tyre nuk kishte më nevojë. Gjallambi, nga lavamani, ngriti një dorez të verdhë në ajër. "Le të konstatohet se unë isha dëshmitar," tha me zë të lartë, duke ju drejtuar askujt në veçanti. Dëshmitar i një padrejtësie, largimi i padrejtë, diskriminim për shkak të shtatzënisë. Nëse ndonjëherë ken nevojë për një dëshmitar në gjyq, këtu jam unë, lamb, 18 vjet shërbim, 0 mungesa dhe një memorie që nuk më haron asgjë. E po, ndonjëherë më haron se ku i lash çelsat, por gjërat e rëndësishme jo. Mariana doli nga restoranti nga dera e shërbimit, e njëjta derë nga kishte hyrë 3 vjet më parë, me një përparse të huazuar dhe këpucë të thyra. Rruga kish erë buke të ëmbël dhe benzine. Dielli i Tiranës i ra në fytyrë me atë egërsinë e shndritshme që nuk kërkon leje. Nxori telefonin e saj, jo Nokian, dhe thiri numrin e Fatos Dervishit. "Avokat, më pushuan nga puna." "E di." "E pritja." Jam mirë. Çfarë tjetër?" "Ajo që vjen më pas, zonja, është se ne do ta lëm Arber Nikolën të besoj se fitoj. Të relaksohet, të ullë rojen. Dhe kur të jeti sigurt se ju jeni zhdukur, ne do t'i tregojmë çfarë ndodh kur nëmbvlerëson bien e një shitësi pite nga Tirana." Mariana mbylli telefonin, vuri dorën mbi barkë dhe eci. Kaluan 3 javë. 3 javë në të cilat Mariana u zhduk nga bota e Arber Nikolës, sikur të mos kishte ekzistuar kurrë. Asnjë thirrje, asnjë mesazh, asnjë hije në derën e shqiponjës. Asgjë. Arbëri mori frym. Hoxha mori frym. Gjulia bleu një palë këpucë të shtrenjta për të festuar atë që ajo e quajti fundi i dramës. Dhe jeta vazhdoi sikur 185 milionët të ishin një ëndër që askush nuk e kishte ëndërruar. Por Mariana nuk ishte zhdukur. Mariana ishte në Tiranë, në një tezgë ushqimi të gatuar të quajtur tepsia e verës, duke qëruar perime në orën 7 të mëngjesit me një përparse që i mbetej e shkurtër për shkak të barkut, duke u shërbyer punëtorëve, studentëve, nëpunësve dhe ndonjë shkrimtari të parregullt që porositete kafe dhe rinte 3 orë duke përdorur internetin.
Zonja Vera, mbesa e Luljetës, ishte një grua 45 vjeçe që fliste sikur jeta të ishte një shaka që vetëm ajo e kuptonte. Ishte e shkurtër, peshonte më shumë se sa thoshte dhe kishte një të qeshur që dëgjohej nga trotuari. Shiko, Mariana, i tha ditën e parë, këtu nuk kam mbulesa të bardha e vera prej 8.000 lekësh. Këtu, salca vihet në tryez me shishe plastike dhe klienti që ankohet ikën në ferë. Por hahet mirë, paguhet drejt dhe askush nuk do të pushoj për shkak se ke një bark të bukur. Jam. Dhe Mariana punoi, gatuajti, shërbeu, pastroi. Jo si kamariere, si pjesë e diçkaje. Vera i mësoi të bënte orizin e kuq me një truk që kishte mësuar nga Luljeta, të skuqte domatet direkt në zjarr përpara se t'i bluante, në mënyrë që shija të kishte një aromë të tymosur. Dhe Mariana zbuloi se duart e saj kujtonin gjëra që koka i kishte harruar. Forma e brumit, pika e saktë e fasuleve, sasia e kripës që nuk matej me lugë, por me instinktin që i kishte mësuar nëna e saj në një kuzhinë, kur Mariana mezi arrinte sobën. Por netët ishin diçka tjetër. Netët Mariana i kalonte me Fatos dervishin në zyrën e tij, të rrethuar nga dosje, kode civile, fletë të verdha me shënime dhe gota kafeje që ftoheshin pa i pirë askush. Fatosi punonte sikur çështja të ishte personale dhe në një farë mënyre ishte. Çdo natë, pasi Mariana largohej, ai rrinte deri në orën 2 të mëngjesit duke lexuar jurisprudencë, duke kërkuar precedente, duke përgatitur një çështje që e dinte se do ta përballej me një nga zyrat më të fuqishme të avokatisë në Tiranë. Kemi 3 shtylla, i tha një natë, me një shënues të kuq në dorë dhe një tabelë të bardhë. Shtylla e parë, kontrata notariale. Shtylla e dytë, regjistrimi. Shtylla e tretë, dëshmia e Luljetës si mbajtëse e besuar e zotëria Artanit. Dhe kjo është e mjaftueshme? Ligjërisht, po. Por Arbëri do të luftoj me gjithçka. Do të kërkoj ekspertiza, amulli, shtyrje, incidente. Do të përpiqet që gjykimi të zgjas me vite dhe ne nuk kemi vite. Ti je gati të kesh një fëmijë. Dhe ke nevojë për stabilitet. Atëherë, çfarë bëjmë? Fatosi heshti për një moment, kafshoi kapakun e shënuesit, pastaj buzëqeshi. Një buzëqeshje e vogël, strategjike, e dikujt që sapo kishte gjetur një lëvizje që askush nuk e sheh. Ka një mënyrë tjetër. Jo vetëm ligjore. Arbëri është gati të hapë restorantin e tij numër 15. Ngjarje e madhe. Investitor nga e gjithë Shqipëria, media, televizion. Është momenti i tij i lavdis. Momenti kur është më i cenueshëm. Një njeri që ndërtoi perandorinë e tij mbi një gënjeshtër, ka nevojë vetëm për një të vërtetë të thënë në momentin e duhur që gjithçka të shembet. Nuk kemi nevojë të fitojmë në gjykatë, Mariana. Ne kemi nevojë që e vërteta të dalë në dritë aty ku nuk mund të fshihet. Mariana e mendoi. Pa tabelën e bardhë me 3 shtyllat e shkruara me të kuqe. Pa foton e babait të saj. Babai im nuk do të kishte dashur një skandal. Babai yt donte drejtësi. Dhe ka një mënyrë për të marrë drejtësi pa e ditur askush të vërtetën. Nuk ka. Dhe Mariana e dinte se kishte të drejtë. Një ditë të diel në mëngjes, 8 muaj e një javë shtatzën, barku aq i rumbullakosur sa Vera thoshte se dukej sikur mbante një shalqi të garës, Mariana mori metro për në Tiranën e vjetër. Nuk ishte kthyer që nga vdekja e babait të saj. Dyqani Ibrahimi nuk ekzistonte më. Lokali tani ishte një dyqan akulloresh artizanale të shërbyer nga 2 djem me tatuazhe dhe kapuça që nuk e dinin se kush kishte qenë atje përpara. Fasada ishte lyer roz. Tabela prej druri që zotëria Artan e kishte pikturuar me dorë nuk ishte më. Mariana u ndal përballë, shikoi fasadën. Rozja shkëlqente në diellin e mëngjesit si një plagë e gëzueshme. Dhe atëherë e pa atje lart, në cepin e djathtë të fasadës, ku boja roz nuk arrinte të mbulonte plotësisht, një shenjë, një shkronjë e gdhendur në beton, e vogël, pothuajse e padukshme. Një A me një pikë poshtë. Shenja që zotëria Artan vendoste në çdo gjë që ndërtonte. Në dyqan, në tryeza, në tava, si firma e një marangozi. A për Artan. Mariana vuri dorën mbi shkronjë. Betoni ishte i ngrohtë nga dielli dhe për një moment të vetëm, ndjeu dorën e babait të saj mbi të sajën. Të madhe, të ashpër, të fortë. Dorën që i mësoi të mbante thikën për të qëruar qep në moshën 10 vjeç.
Dorën që i fshiu lotët kur Linda vdiq. Dorën që nënshkroi një çek prej 185 milion lekësh sepse bia e tij ja kërkoi. Më fal, babi, pëshpëriti. Dhe qau. Jo si qante më parë, me zemërim, me pafuqi, me grusht të shtrënguar. Qau ndryshe. Qau si qajnë gratë që janë gati të bëhen nëna, me gjithë trupin, me gjithçka mbajnë, me gjithçka do të mbajnë. Qau për zotëria Artanin që vdiq pa parë parat e tij. Qau për Lindën që iku shumë herët. Qau për vajzën 21 vjeçe që u dashurua me një buzëqeshje të ndërtuar në laborator. Qau për foshnjën që rritej brenda saj dhe që do të linte në një botë ku burrat si arbëri ekzistonin. Dhe kur mbaroi së qari, fshiu fytyrën me mëngën e trikos, mori frym thellë, shikoi shkronjën anë në beton. Nuk do të lë të shkosh, tha këtë herë. Jo, më fal. Nuk do të lë të shkosh. Në metro, në kthim, Mariana nxori Nokian e ndezi, kërkoi midis mesazheve zanore jo numrin 14. Të tjerët. Ata që nuk ishin prova, që ishin diçka tjetër. Mesazhi 1. Regjistruar më 14 mars 2019. Zëri i zotëria Artan, i ngjirur, i lodhur, por me atë ngrohtësinë që kanë vetëm zërat e prindërve kur flasin vetëm me një telefon që mendojnë se askush nuk do ta dëgjojë. Mariana, bia ime, sot bëra salcën me spec djegës. Më doli mirë, mendoj, jo siç e bënte nëna jote, por mirë. I vura specin që ajo vendoste, atë nga jugu, që ka erë çokoladë. Do të doja të ishe këtu ta provoje. E po, mirë. Kujdesu, bia ime. Mesazhi 3. 2 korrik 2019. Hej, bia ime, a e dije se kungulli qërohet më mirë nëse e zien më parë? Nëna jote ma thoshte gjithmonë dhe unë kur nuk e dëgjova. E po, kishte të drejtë, si gjithmonë. Ajo grua pati gjithmonë të drejtë për gjithçka, përveç se për të martuar me mua. Atje, sigurisht, u gabua e gjora. Një të qeshur. Zotëria Artan duke qeshur vetëm në një kuzhinë të zbrazët në orën 11 të natës. Mariana buzëqeshi në vagonin e metros, me sy të skuqur dhe hum të zënë, dhe njerëzit e shikonin sikur të ishte e çmendur. Dhe nuk i rëndoi, sepse ajo e qeshur e një njeriu që prej muajsh ishte vetëm dhe bënte shaka me fantazmën e gruas së tij të vdekur, ishte gjëja më e bukur që kishte dëgjuar prej vitesh. Mesazhi 6. 15 nëntor 2019. Bia ime, sot erdhi një djalë në restorant, më tha se donte të mësonte të gatuante. I thash, shiko, bir, gatimi nuk mësohet. Gatimi ndjehet. Nëse nuk e ndjen vajin, nëse nuk e nuhasin kur qepa është gati, nëse nuk e di nga zëri kur ta kthesh mishin, atëherë merru me diçka tjetër. U largua i zemëruar, por do të kthehet. Ata që zemërohen, kthehen gjithmonë. Ata që nuk ndjejnë asgjë, janë ata që nuk kthehen më. Mariana e fiku Nokian, e shtrëngoi pas gjoksit. Foshnja goditi, sikur të pohonte. Metroja mbërriti. Dyert u hapën. Njerëzit shtyn. Mariana doli në platformë me telefonin e vjetër në njërin dorë dhe tjetrën mbi bark, duke ecur midis turmës si dikush që sapo kishte rikuperuar diçka që mendonte se e kishte humbur përgjithmonë. Jo një dokument, jo një provë. Një zë. Zëri i babait të saj duke i thënë midis recetash dhe shakash dhe heshtjesh, jam këtu, bia ime. Jam gjithmonë këtu. Atë natë, në dhomën e saj, ndërsa tifozi rrotulloi me zhurmën e tij të zakonshme dhe fqinja zonja Vera diskutonte me një nga macet e saj në katin sipër, Mariana bëri diçka që e befasoi edhe veten. Mori pecetën e Xhulis, atë që thoshte për foshnjën, Zoti e ndihmoft, me buzë kuq të kuq. Dhe e gozhdoi në mur, pranë fotos së zotëria Artan. Jo si kujtesë e poshtërimit. Si karburant. Sepse Mariana kishte kuptuar diçka në Tiranën e vjetër, ndërsa qëndronte përballë fasadës roz të asaj që ishte Brahimi, duke prekur shkronjën atë të gdhendur në beton, se dinjiteti nuk është ajo që të marrin. Është ajo që ti vendos të mos e lësh. Dhe ajo nuk do të linte asgjë. Të hënën në orën 9 të mëngjesit, Fatos Dervishi thiri Marianën me zërin e dikujt që nuk ka fjetur, por që ka shumë adrenalin për ta vënë re. Kam nevojë të vini në zyrë tani. Gjeta diçka. Mariana mbërriti për 40 minuta. Zyra kish erë kafe të djegur dhe boje printeri.
Fatosi kishte rrath të erët poshtë syve, flokët më të çrregullt se zakonisht dhe 3 monitor të ndezur që shfaqnin dokumente, regjistrime dhe atë që dukej të ishte një bazë të dhënash e regjistrit publik të pronave. U luni, tha, duke hequr një kuti biskotash nga karrigia e vetme. Dhe mbajuni fort. Çfarë gjetët? Fatosi u ngrit përballë tabelës së bardhë. Nuk kishte më 3 shtylla. Kishte 6. Të rejat ishin shkruar me shënues blu dhe kishin pikë çuditëse. Fillova me bazat, tha, duke folur shpejt, sikur fjalët të pengoheshin me njëra tjetrën. Verifikova zinxhirin e restoranteve Shqiponia të 14. Doja të dija në emër të kujt janë regjistruar, si janë financuar, cilat janë flukset e kapitalit. Dhe gjeta diçka që nuk përputhet. Çfarë nuk përputhet? 4 restorantet e para janë regjistruar në emër të një shoqërie tregtare të quajtur Grupi Gastronomik Nikola. Deri këtu, normale. Arbëri është aksionari kryesor. Por 10 restorantet e tjerë, ata që hapi pas divorcit, janë regjistruar në emër të një kompanie tjetër. Fatosi shkroi në tabel, investimet Agimi. A e dini kush është aksionarja kryesore e investimeve Agimi? Mariana tundi kokën, jo. Fatosi nxori një dokument të printuar, e vuri mbi tryezë. Ishte një akt themelimi nga regjistri publik i tregtisë, i datuar 3 muaj pas divorcit të Marianës. Giulia Duraku, lexoi Fatosi. Aksionare shumicë me 60%. 40% që tjetër janë të shpërndarë midis 2 njerëzve, një kushëri i arbrit që jeton në Vlorë dhe një kontabilist që punon për Hoxhën. Mariana shikoi dokumentin. Shkronjat i kërcenin. Kjo do të thotë se arbëri transferoi rritjen e zinxhirit të tij në një kompani fantazm të kontrolluar nga e dashura e tij. 10 restorante, vlera e tregut, rreth 130 milion lekë. Dhe e bëri menjëherë pas divorcit, kur duhet të kishte likuiduar ty gjysmën e pasurisë së përbashkët. Heshtje. Arbëri jo vetëm që i vodhi babait tën. Ai të vodhi ty në divorc. 2 herë. Heshtja në zyrë ishte aq e trash sa mund të kafshohej. Ka më shumë, tha Fatosi. Kontrollova pasqyrat financiare publike të Grupi Gastronomik Nikola, ato që paraqiten para tatimeve. Dhe ka mos përputhje të mëdha. Të ardhurat e deklaruara të 4 restoranteve të para nuk përputhen me raportet që arbëri u paraqet investitorëve të tij. Ai po frymëzon shifrat për investitorët dhe po i zvogëlon për tatimet. Kjo, Mariana, nuk është vetëm mashtrim patrimonial. Është mashtrim fiskal. Dhe në Shqipëri, tatimet nuk falin. Mariana u mbështet në karrige, vuri duart mbi barë. Foshnja lëvizi. Një lëvizje e ngadaltë, e gjatë, sikur të shtrihej pas një sy gjumë. Sa i detyrohet babait tim, pyeti. Jo si pyetje ligjore, si pyetje e bijës. Fatosi bëri llogarit në tabel. Huaja origjinale ishte 185 milion lekë. Kontrata parashikonte një kamat vjetore prej 8%. Kanë kaluar gati 6 vjet nga mospagesa. Me kamat të akumuluar dhe përditësim për inflacionin, po flasim për afërsisht 273 milion lekë. 273 milion. Mariana mbylli syt, u përpoq të imagjinonte atë shumë. Nuk mundi. Ishte si të përpiqesh të imagjinoje madhësinë e oqeanit nga bregu. Dhe kjo pa llogaritur dëmet morale, likuidimin e divorcit që nuk u bë kurrë si duhet dhe kthimin e mundshëm të aseteve të transferuara në mënyrë të paligjshme tek investimet Agimi, vazhdoi Fatosi, që tashmë nuk mund të ndalte. Nëse mbledhim gjithçka, arbër Nikola të detyrohet ty, direkt dhe indirekt, midis 350 dhe 400 milion lekë. Unë nuk dua 400 milion, avokat. Nuk dua atë që ishte i babait tim. Dua 185 milionët dhe restorantet, të parët, ata që u ndërtuan me paratë e tij. Kjo është e drejtë. Fatosi e pa dhe në atë moment kuptoi diçka që librat e së drejtës nuk e mësojnë. Se ka njerëz që luftojnë për drejtësi dhe njerëz që luftojnë për hakmarrje dhe se ndryshimi midis tyre nuk është në atë që kërkojnë, por në atë që zgjedhin të mos kërkojnë. Atëherë kështu do të jetë, tha ai. Por pjesa që mungonte, ajo që askush nuk e priste, mbërritja të pasdite.
dhe mbërriti duke ecur nga dera e tepsia së verës në orën 1:30 në kulmin e drekës me një fustan që kushtonte më shumë se të gjitha mobiljet e lokalit të verës bashkë. Giulia Duraku. Mariana e pa kur hyri dhe ndjeu se stomaku ju mbyll si grusht. Por nuk lëvizi. Vazhdoi të shërbente një pjatë me speca të mbushur në tryezën 3, sikur të mos kishte ndodhur asgjë, sikur gruaja që e kishte poshtëruar në shqiponjë të mos ishte aty 4 metra larg, duke parë menun e shkruar me shkumës në një tabel të zezë. Mariana, tha Giulia. Po. Jo zotëri, jo zonjë. Thjesht Mariana. Me një zë që nuk kishte helm. Kishte diçka tjetër, diçka që Mariana nuk ja njihte. Frika. Kam nevojë të flas me ty, tha Giulia duke ulur zërin. Është e rëndësishme. Jam duke punuar. Të lutem. 5 minuta. Të pres jashtë. Mariana shërbeu pjatën, pastroi tryezën 4, mori parat e tryezës 6. Dhe pastaj, me qetësinë e dikujt që ka mësuar se nxitimi është një luks që të varfrit nuk mund ta përballojnë, doli në trotuar. Giulia ishte mbështetur pas një sehërte. Ylle, me krah të kryqëzuar dhe syze dielli të veshura. Por pas syzeve, Mariana pa diçka që e njohu menjëherë. Sy të skuqur, të ënjtur. Sy të një gruaje që kishte qarë gjithë natën. Çfarë do? Pyeti Mariana. Giulia i hoqi syzet. Po, syt ishin shkatëruar. Boja e qerpikëve e rrjedhur, fytyra e një gruaje që kishte zbuluar diçka për të cilën nuk ishte gati. Arbëri më gënjeu, tha. Drejt, pa prolog, si ai që heq një fash një herë e mirë. Mirë se vjen në klub. Jo, dëgjo. Më gënjeu për gjithçka. Për restorantet, për parat, për ne. Para 3 ditësh gjeta disa dokumente në studion e tij. Po kërkoja karikuesin e kompjuterit tim dhe hapa një sirtar që ai e mban gjithmonë të kyçur, por i harrua ta mbyllte. Giulia nxori telefonin e saj, hapi galerinë e fotografive, i tregoi Marianës një imazh. Ishte një letër e shkruar me dorë me shkrimin e arbrit, atë shkrim elegant dhe të pjerët që Mariana e njihte mirë sepse me atë shkrim kishte nënshkruar kontratën e babait të saj dhe aktet e divorcit të tyre. Letra i drejtoi një emri që Mariana nuk e njihte, Era Leka. Kush është Era Leka? Pyeti Mariana. Giulia u kafshua në buzë. Buzëkuqi ishte i rrjedhur. Armatura po i binte cop-cop. E dashura tjetër e tij, tha. Ajo që ka në Durrës. Ajo që do të jetë menaxherja e restorantit numër 15. Ajo që merr lule çdo të premte prej një viti, ndërsa mua më thoshte se udhëtimet për në Durrës ishin për biznes. Mariana e pa Giulin. E pa si shikohet dikush që sapo ka zbuluar se dy shema ku qëndronte nuk ekziston. Në letër vazhdoi Giulia me zërin që i thyej në skaje, arbëri i thot erës se sapo të hap restorantin në Durrës do të më lërë mua. Se investimet Agimi do të kalojnë në emër të saj. Se unë isha thjesht një hap i nevojshëm. Fjalë për fjalë. Një hap i nevojshëm. Heshtje. Një furgon kaloi në rrugë duke ngritur pluhur. Dikush bërtiti larg. Jeta vazhdonte sikur të mos kishte ndodhur asgjë. Pse po më tregon mua këtë? Pyeti Mariana. Sepse ti je e vetmja që mund të më besosh. Sepse ti e di se si është ai, si funksionon, si të bën të ndihesh se je e vetmja dhe pastaj zhduket pa lënë gjurmë. Dhe sepse Giulia u ndal, gëlltiti. Ajo që do të thoshte i kushtonte më shumë se fustani, më shumë se këpucët, më shumë se gjithçka që arbëri i kishte dhuruar në 3 vjet. Sepse unë mora pjesë në atë që të bën ty në atë të kontratës së babait tën. Unë e dija. E dija që parat ishin të vjedhura dhe nuk thash asgjë, sepse ishte më e lehtë të mos thosha asgjë. Mariana nuk tha asgjë për një kohë të gjatë. Pa rrugën, pa Giulin, pa barkun e saj. A ke kopje të asaj letre? Kam foto të letrës. Dhe kam diçka tjetër. Kam akses në emailin e investimeve Agimi. Arbëri përdor të njëjtën fjalëkalim për çdo gjë. Dhe aty janë kontratat e transferimit, pagesat, pasqyrat e vërteta financiare. Gjithçka, Mariana. Gjithçka që të nevojitet. Era e pasdites lëvizi një copë letre në trotuar.
Mariana e pa të rrotulloi në ajër si një gjethe e vdekur. Pse po e bën këtë, pyeti. Sepse kur më tha se isha në një hap i nevojshëm, kuptova atë që ti ndjeve kur ai të la. Dhe nuk është e bukur. Nuk është as pak e bukur. Mariana e pa në sy. Dhe për herë të parë nuk pa gruan me fustanin e kuq të shqiponjës. Pa një grua tjetër, një që rrjedh gjak nga brenda me të njëjtën plagë. Eja me mua, tha Mariana. Ka dikë që duhet ta takosh. Gjysmë ore më vonë, në zyrën e Fatos Dervishit me bimën plastike si dëshmitarin e vetëm, Gjulia Duraku vuri telefonin e saj mbi tryez dhe hapi një nga një skedarët që do të bënin të dridheshin themelet e perandorisë së Arbër Nikolës. Dhe Fatosi, që nuk kafshonte më kapakun e shënuesit, por e kishte thyrë në dysh nga emocioni, tha një fjali të vetme. Inaugurimi i restorantit në Durrës është për 3 javë. E kemi kohën e përpikt. Në tepsia e verës, Xhallambi, që kishte ardhur për të ngrënë drejt sepse Lulieta i kishte thënë se gatimi i mbesës së saj ishte më i mirë se ai i shqiponjës, gjë që ai e mohonte kategorikisht, ngriti kokën nga pjata dhe i tha Maces që flinte në karrigen pranë. Diçka po ndodh, Mace. Diçka e madhe. Unë e nuhas. Kam një të nuhatur për këto gjëra. 18 vjet duke lar enët të japin të nuhatur. Jo pastërtie, por dramash. Dhe kjo ka dram të mirë. Macja zuri goj. Xhallambi vazhdoi të hante. Mungonin 10 ditë për inaugurimin e restorantit numër 15 në Durrës, kur Arbër Nikola bëri gabimin që kanë bërë burrat e fuqishëm që nga fillimi i botës. Besoi se kishte fituar. Dhe kur një burr beson se ka fituar, e ul rojen, i derdh vetes një raki tjetër, qesh më fort, flet më shumë. Dhe kjo ishte pikërisht ajo që Arbëri bëri atë natë të enjte në një darkë private në Shqiponjën e Tiranës me 3 investitorë nga Vlora, të cilët duhet i binte të jepnin 40 milion lekë për zgjerimin e tij drejt Sarandës. Modeli është i provuar, thoshte Arbëri me gotën e verës në dorë dhe atë buzëqeshje që Mariana do ta njihte me kilometra larg. Buzëqeshja e të shiturit. 14 restorante, të gjithë fitimprurës. Marzhi i fitimit 32%. Rritje vjetore 18%. Ku tjetër do të gjeni këto shifra në sektorin gastronomik shqiptar? Investitorët tunin kokën, shikonin grafikët që Hoxha kishte përgatitur në një prezantim të përsosur, pinin verën që kushtonte 12.000 lekë shishja dhe nënshkruanin. Gjithmonë nënshkruanin. Ajo që Arbëri nuk e dinte, ajo që nuk mund ta dinte, ishte se një nga kamarierët që shërbeu darkën atë natë nuk ishte në të vërtet kamarier. Ishte Tomi, një student i drejtësisë që punonte me Fatos Dervishin dhe që prej 3 ditësh mbulonte turnin e një punonjësi që kishte pranuar të merrte disa pushime të paguara në këmbim të mosbërjes pyetje. Tomi nuk regjistroi asgjë, nuk vodhi dokumente, nuk bëri asgjë të paligjshme. Vetëm dëgjoi. Dhe të nesërmen, ulur në zyrën e vogël në Tiranë, i përsëriti Fatosit, fjalë për fjalë, atë që Arbëri u kishte thënë investitorëve. 32% marsh, raportoi Tomi, duke lexuar shënimet e tij. Por sipas pasqyrave financiare që Gjulia nxori nga emaili i investimeve Agimi, marzhi real i Shqiponjës së Tiranës është 19% dhe ai i Durrësit është në numra të kuq prej 8 muajsh. Fatosi buzëqeshi. Jo me gëzim, me saktësi. Mashtrim investitorësh, tha, duke shkruar në tabelën e bardhë me shënues të gjelbër. Neni 230 i ligjit për shoqëritë tregtare, neni 386 i kodit penal. Kjo nuk është më civile, Mariana. Kjo është penale. Mariana, ulur në karrige me duart mbi bark, 8 muaj e 3 javë, foshnja aq e madhe sa mezi gjente një pozicion të rehatshëm, shikoi tabelën. Nuk kishte më 3 shtylla, as 6. Kishte 9. Çdo njëra ishte një çarje në perandorinë e Arbrit dhe së bashku, ato çarje formonin një tërmel. Kur, pyeti ajo. Inaugurimi i restorantit numër 15 në Durrës ishte një festë e madhe. Muzikë, drita, verë e shtrenjtë, të ftuar nga politika, biznesi dhe media. Arbër Nikola qëndronte në podium me mikrofon në dorë dhe buzëqeshjen e tij të pathyeshme, gati për të prerë shiritin. Atëherë, dyert u hapën. Mariana hyri e para me një fustan të thjeshtë blu dhe barkun e rrumbullakosur, duke mbajtur për dore Fatos Dervishin dhe Gjulia Durakun.
pas tyre një kameraman i televizionit kombëtar dhe 3 avokat me dosje në duar. Zotëri Nikola, tha Mariana me zë të qartë, që u dëgjua në çdo cep të sallës, në emër të babait tim, zotëria Artan Brahimi, dhe në emër të gjithë atyre që ju mashtruat, ju sjell një dhuratë inaugurimi. Në ekranin e madh që kishte shfaqur deri atëherë logon e Shqiponjës, u shfaqën një nga një dokumentet, kontrata origjinale, regjistrimi i bisedës me Hoxhën, letra drejtuar erës, pasqyrat fiskale të falsifikuara, emrat e investitorëve të mashtruar. Salla u bë heshtje. Një heshtje e rëndë, si plumbi para se të bjerë. Arbëri hapi gojen. Nuk doli asnjë fjalë. 3 muaj më vonë, Arbër Nikola u dënua për mashtrim patrimonial, fshehje pasurie dhe manipulim investitorësh. 7 vjet burg. Avokati Hoxha humbi licencën. Gjulia Duraku, si dëshmitare e bashkëpunuar, mori një dënim me kusht dhe, në një akt të fundit pendese, transferoi të gjitha asetet e investimeve Agimi në emër të Marianës. Mariana nuk mbajti asnjë restoran. I shiti të gjitha dhe me parat themeloi Fondacionin Brahimi, që jep bursa për vajzat nga familje të varfra që duan të studiojnë gatim dhe art kuzhine. Dhe në ditën e parë të pranverës, në një kuzhinë të vogël në Tiranë, Mariana mbante në krah vajzën e saj, Artana, dhe i mësonte të qironte një qep pa qarë.